Në Kinema Millennium në Tiranë, Fondacioni Konrad Adenauer në bashkëpunim me Unionin Mbarkombëtar të Integrimit të burgosurve politik të Shqipërisë, organizuan premierën e dokumentarit Spaq 1973 Martirët e Lirisë me autor Besim Drejgjoni. Vitin 1968, jemi nisur nga kampi i Elbasanit. Në fjalën e tij, autori i dokumentarit Besim Drejgjoni theksoi misionin e tij personal për të mbajtur gjallë të vërtetën historike përballë një shteti që sipas tij hesht dhe zbukuron krimin. Ai nënvizoi se Spaqi është kthyer në simbolikën e heshtjes zyrtare, ndërkohë që apeli i filmit është i qartë. Spaqi duhet të shpallet muze si një akt minimal nderimi për ata që u sakrifikuan për lirinë. Ky film dokumentar tregon se si Spaqi është kthyer në simbolin e heshtjes zyrtare. Ky film apelon: shpallni Spaqin muze. Drejgjoni kritikoi përpjekjet e institucioneve për të ndërhyrë në Spaq me logjik burokratike, duke zhveshur vendin nga e vërteta dhe duke kthyer atë në një projekt propagandistik. Spaqi ka lëshuar piskamën, por përballemi me ndërhyrje burokratike ta shndrojnë Spaqin në një projekt propagandistik. Ne nuk do ta lejojmë një zbukurim diktatorës. Diktatori nazist, fashist Enver Hoxha zhduku 6.000 shqiptar që sot nuk ka një varr shqiptar t'i vrau një shqiptar. Sot demokracia shqiptare hesht ban politik mbi gjakun e pafajshëm të shqiptarëve. Në vijim, Fondacioni Konrad Adenauer u nderua nga Unioni të përndjekurve me certifikatën mirënjohje Martirëve të Lirisë në një ceremoni simbolike për mbështetjen e vazhdueshme në dokumentimin e krimeve të diktaturës komuniste.